gjë për këtë apo e kanë përgjithësi? Ju si mendoni? Din ç'bëhet këtu? Unë mendoj se linja Trump është një linjë shumë e qartë që ka të bëjë me kontestimin e gabimeve që ka ndodhur edhe vetë në Amerikë kur Trumpi nuk ka qenë në presidencë, por pasi zoti Biden mori drejtimin e presidencës, zoti Trump u përball me shumë akuza dhe nga shumë akuzat zoti Trump nuk përfundoi në burg, por ishte një procedurë që ka vetë legjislacioni amerikan që ti nuk futesh në burg si puna jon, që modeli është që të bëjmë statistika dhe t'i japim qytetarëve të kuptojnë që politikanët duhet futen në burg me detyrim për shkak se duhet të kënaqim opinionin publik me statistika dhe në fund fare nuk ka rëndësi jeta e tjetrit, a është me prova në burg. Dhe sot unë jam vërtetuar përsëri që linja Trump është një linjë e cila do të shpëtoj politikbërjen, por edhe demokracinë në vende të ndryshme ku ka partneritet strategjik. Linja e Trumpit është një linjë e cila do të prek gradualisht edhe politikën shqiptare nëpërmjet lëvizjeve të ndryshme, të cilët ne kemi cituar, që zarfin e ke në tavolinë, por përgjegjësia është e jotja në rast se do t'i japësh makinës me shumë gaz apo me pak gaz, apo duke shtypur frenat. Në raste të tilla duhet keni parasysh që pasojat janë të rënda, por pasojat i zgjedh personi i cili e shtyp apo jo gazin, dhe si e shtyp dhe çfarë pret që të vi si pasojë e shtypjes së gazit apo të frenave. Prandaj unë mendoj që ky është një mesazh i drejtë për drejtë ndaj zotit Rama dhe ndaj të asaj që ne themi, mashtrimi që është bërë të qytetarët shqiptar për një reformë e cila do të sillte shpëtim, ku ndërkohë kjo reformë ka sjellur dosje të pa shqyrtuara dhe dosje të cilët nuk japin drejtësi, por thjesht stivohen në gjykatat shqiptare dhe në fund fare qytetarët shqiptar duhet kuptojnë që drejtësia e vërtetë është ajo drejtësia e cila duhet të jepet nëpërmjet gjykatës dhe jo prokuroria të marrë rolin e gjykatës. Prandaj fjalia afërmendësh ka qenë një fjali e rrezikshme e cila u kërkohej në atë kohë të kishte një lloj disipline, nuk u kërkua, u la ashtu si një fjali rëndomtë e cila duhet të qarkullojë në mesazhin ndaj çdo qytetarit, por edhe ndaj çdo funksionarit të drejtësisë, dhe sot spaku ka marrë nivelin që flasim gjithmonë mbi palët. Pra nuk ekzistojnë gjykatat që janë mbi palët, por për popullin ekziston spaku që është mbi palët. Prandaj kongresmeni, por edhe shumë aktor dhe faktor të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shikoni që do dalin vazhdimisht duke bërë deklarata të tilla, sepse do të jemi në një moment kur vetë reforma në drejtësi do të kërkojë një reformim dhe një kualifikim ose një rikualifikim të ri që të kuptohet që është prodhuar për statistika dhe goditjes së kundërshtarëve të politik, apo është në të drejtën e saj duke prodhuar drejtësinë e duhur e munguar. Por ju duhet keni parasysh që linja Trump nuk mbështet prokurorët, linja Trump mbështet shtetin e së drejtës dhe sistemin demokratik të një vendi. Edhe kryeministri ashtu thotë shtetin demokratik, ndërkohë që sipas tij Prezudimi i Ballukut na ka ndërprerë edhe fluturimet me Kanadan. Avokato, nuk ka një tjetër që Kush e tha këtë se nuk e kam dëgjuar, zoti Rama, po zoti Rama ishte ai i cili tha që spatën ja dhash Altin Dumanit dhe tani thotë që spatën Altin Dumani nuk duhet ta ketë ashtu siç zoti Rama mendonte me arrestimin e zotit Meta, me procedimin e zotit Berisha, me arrestimin e zotit Veliaj. Pra çfarë e pengon zotin Rama që t'i bindet asaj të reforme që vetë ai ka thënë. Pra nuk është që ne shpifim diçka dhe themi që zoti Rama nuk e ka thënë. Zoti Rama e ka thënë me rastin e zotit Veliaj që Altin Dumani ka marrë spatën nga Partia Socialiste dhe madje edhe nga mua personalisht. Pra do të thotë që zoti Rama në këtë moment është në një kontradiktet, me një rast kontradiktor me veten e tij, sepse në fund fare ai tjera thot për të tjerët dhe tjera bën për veten e tij. Por avokat, ka një qetësi për çështjen e Ballukut, po tenton të sfumohet duke kaluar edhe shtyrja nga gjykata kushtetuese
për afër vitit të dhjetorit? Gjykatës kushtetuese nuk po ja mban të marrë vendim për pezullimin e vendimit të GKK-s dhe jo për rastin e shqyrtimit në themel të kryeministrit. Pra, duhet keni parasysh, gjykata kushtetuese do ta marrë patjetër në shqyrtim rastin e zotit Rama që flet për mosmarrveshje kompetencash midis dy pushteteve të ndryshme. Është e sigurt që gjykata kushtetuese në rast se është në nivelin e dur kushtetues të marrë në themel dhe ta gjykojë, por gjykata kushtetuese mendoj në një moment që të heqë atë përgjegjësinë e saj dhe që mos të dëmtoj reformën në padrejtësi që shumë të tjerë thënë në drejtësi, do të bëj një mekanizëm që është i papërgjegjshëm, por edhe mund të ta bëj që në momentin për vendimarrjen e pezullimit të GKK-s të ftoj palët në degjes, palët të shprehen dhe pastaj gjykata kushtetuese të dali në vendimarrje vetëm me vendimin e pezullimit. Por edhe sikur të jemi në këtë kusht, ju duhet keni parasysh që gjykata kushtetuese po bën një lojë e cila nuk i shërben kushtetutës së vendit. A më pëlqen mua apo jo zoti Rama kryeministër, ju e dini publikisht mendimin tim. Por në rastin parimor duhet kemi parasysh që në Republikën e Shqipërisë të normuar në kushtetut kemi 3 pushtete, legjislativin, ekzekutivin dhe gjyqësorin. Dhe gjyqësori nuk mund të ndërhyjë në kompetencat e ekzekutivit duke futur atë që ne themi hundët e veta, duke përdorur mekanizmin e pezullimit të ushtrimit të detyrës të zëvendës kryeministrit për arsye penale. Dhe atë që bëri gjykata si afërmendësh ashtu siç kërkon SPAK-u vendos Erion Çela, tregohet qartësi që gjykatësi shërbeu partisë në pushtet. Dikush do më thotë, po si më të thua aty partisë në pushtet? Po pikërisht sepse në rast se gjykata kushtetuese del me një vendimarrje për të zgjidhur këtë ngërç kushtetues, zoti Rama do dali viktimë e kësaj ngjarje. Pse do dali viktimë? Sepse ai që do të ketë ngarkim penal edhe po e ke vuan aktualisht zonja Balluku. Zoti Rama do të jetë përsëri ai që do të gjedh planin B që të thotë që shiko se si kjo reformë që unë isha ai që nuk e mohoj faktin që e kam mbështetur, që shiko se si sillet kjo reformë me institucionet kushtetuese. Në të gjitha rastet, në rast se duam të bëjmë një gjykim të paanshëm dhe një gjykim jo emocional, na tregon faktin që zoti Rama është në kontradikt me veten